tyre edhe disa serbë. Studio. Florieta, të falenderoj për të gjitha këto detaje që dhe nga seanca që është mbajtur sot për rastin Banjska. Ndërkohë, në orët e para të mëngjesit, Izraeli ka sulmuar Iranin, si do të ndikoj kjo pastaj në rafshin global, si do të prek pastaj edhe Kosovën dhe vendet e tjera të rajonit. Në studio kemi njohësin e geopolitikës Lutfi Bilali. Zotri Bilali, faleminderit që e sot me ne. Knasish dhe, faleminderit. Ndërkohë me neve është edhe eksperti sigurisë dhe po ashtu njohësi geopolitikës Arben Dashevci. Zotri Dashevci, faleminderit që e sot me ne. Ju faleminderit juve dhe po e përshëndes mikun tim zotriun Bilali. Shëndet edhe nga unë, zotri Dashevci. Mirë, po e nisim me juve, zotri Bilali, pam një sulm të Izraelit në orët e para të mëngjesit në drejtim të Iranit. Çfarë do të thotë ky sulm për, po them, stabilitetin e lindjes mesme? Është prit, thëmë drejtën, sidomos në këto 3-4 ditë të fundit, dhe paralajmërimi ka qenë edhe i shërbimeve inteligjente amerikane se do ketë sulm dhe kërkon mobilizim dhe tërheqje të stafit diplomatik amerikan në vendet e Golfit, po ashtu edhe në Arabi Saudite, dhe të kenë kujdes televizja. Dhe kjo ka qenë shaja parë që Izraeli orë pas orë ose mund të thëmë në një kohë shumë shkurtë do të fillon aksionin e tillë të bombardimit. Thëmë drejten, lindja mesme ka marrë një kohë jashtëzakonisht të rëndë, dhe mendoj që në aspektin e drejtës ndërkombëtare, me qenë se Irani ka kërkuar mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit, me qenë se është një rutinë e njëjtë kur bëhet kjo, sepse fundit veto në fund nuk lejon që të kaloj një dënim midis paku, por mendoj që në aspektin e geopolitikës, të them drejtën, ngushtica e Hormuzit në gjirin e Golfit, 40% energjisë e naftës ka lënë në nivel botror. Dhe kjo i ka impakt për gjithë botën, edhe për ne. Edhe flas në aspektin ekonomik, kënditave dhe impaktit që ka për ekonominë ose për ngritjen e çmimeve të na, vetëm kanë filluar bërza tash të dhënë shanjat e para të ngritjes së çmimeve. Lajmet ishin se është ngritur për 6%. Po, çmimi i naftës. Besoj që do rritet edhe më shumë. Mund të them gjeopolitika botërore ka ndryshuar që nga lufta në Ukrainë. Kriza dhe besoj që është e dhimbshme, edhe ajo që ka ndodhur në Gaza, dhe besoj për një moment do të harrohet problemi i palestinezëve në Gaza. Mendoj që Irani ka hyrë në një fazë, ka ngritur flamurin e zi dhe hakmarrjen për ta bëj në mënyrë të fuqishme, po që se ka kapacitete, me që se dikun flitet 2000 raketa balistike, dikun ka ekspertë që thojnë deri në 3000 ka kapacitetin e tyre të forcave. Pastaj janë 2 armë hipersonike të dometit të mesum, Fatah 1 dhe Fatah 2, dhe mendoj që po që se godet Izraelin dhe nuk, me që se Ali Hamnej ka dhënë një deklarat që do të godasim dhem shumë, por ushtria iraniane ka shprehur që nuk do të jetë kufizime në goditje. Dhe po që se goditen civilët në Izrael, atëherë aksioni dhe bota perëndimore ashtu kështu do të jetë në krah të Izraelit, dhe kemi një eskalim që mund të çojë, mund të them në shenja, po them prap, po që se nuk ka spojin në teori konspirative, po që se nuk ka një marrëveshje për sulme të kufizuara, atëherë jo vetëm lindja mesme, por edhe bota mund marrë kaje tjera. Që them drejtën, edhe këtë informacion, Irani ka 2 marrëveshje të partnerit strategjik, që është e rëndësishme për ta, me Kinën, që jënë edhe në domenin e kapacitetit ushtarake, dhe me Rusin në shumë pika, sepse 8 impante bërthamori ka marrë Rusatom të ndërtojnë në Iran. Për shërbime civile, dhe me Kinën ka një marrëveshje partnerite strategjike edhe në aspektin ushtarak. Me Rusë jo. Rusë ka një marrëveshje tillë me Korenë e Veriut, me Iranin jo. Sepse implikohet drejt për drejt, po që se sulmohet një vend i dytë, atëherë realisht mbrojtja, ushtria e atij vendi, siç është rasti me Kinën ose me Rusin, mund të involvohen në konflikt. Por këtë rëst nuk e kanë toleruar, kanë pas kujdes. Bili u ka qenë frontin në Ukrainë që të kryj operacione dhe të marrë tokë në Ukrainë, dhe depërtoj edhe deri te Dnepropetrovski. Por mendoj që te Irani do kemi një situatë, amerikanët janë shprehur që ne nuk jemi të përfshirë,
Mirë po Arsenali, flotila e IDF-it Izraelit, i forcave ajrore të Izraelit, është komplet 60 deri në 70% me aviacion të F-35-it, 16 që dhe 15. Zotri Bilali, teksa po flasim si një lajm të fundit po qarkullon nëpër media, Izraeli ka pranuar kishim dritë jeshile nga SBA-t për ta sulmuar Iranin. Teksa po flasim doli një lajm përfaqësues të zyrtarë të Izraelit kanë thënë diçka të ngjashme derisa më njëherë pas ka ardhur edhe reagimi i Donald Trump, i cili thotë kështu: Trump kërcënon Irani duhet të bëjë marrëveshje para se të mos mbetet me asgjë. Po ka thonë edhe më herët edhe para 2 orëve ka qenë edhe që lidhet me këtë, ka thonë që ne kemi ditur që do të sulmon. Që realisht ka qenë korrespondencë. Bile Netanyahu, Bibi, siç e quan Trumpi, është një amën që ai ka pas 10 gjykim Bibi në Izrael. Dhe arsyetimin e ka bërë smut. Edhe për 6 muaj ka bërë një operacion. Por ky është për konsum brendshëm, sepse nuk i ka punë si Netanyahu në Izrael, edhe me shoqërinë izraelite. Por ky do të jetë një hap që me amerikanët besoj që deklarata Trumpit para një orë duket ka qenë, që ka thënë po që se ku sulmohet Izraeli, sulmohet edhe Amerika në farë mënyrë. Mirë po, s'duhet harru që konflikti i tillë i përmasave, Iranat janë të bukur të fortë në aviacion janë dopt. Në aspektin e raketave, sidomos balistike, janë bukur të fuqishëm, plus edhe dronë. 100 dronë kanë dështu sipas IDF-it, kanë pas goditje, meqenëse edhe hapësira ajrore Arabisë Saudite, Jordanit është mbyllur. Po, këto dua të ndërlidhe dhe zotin Dashefci, si ndikon Dashefci ky sulm që ndodhi në orët e para të mëngjesit, pastaj në përpjekjen diplomatike për të ndalur programin bërthamor të Iranit, a do ta shfrytëzojnë ata si pretekst për vetëmbrojtje për ta përshpejtuar këtë program pastaj? Po, pyetja është e qartë. Ky lajm që tha i nderuari moderator, domethënë ky lajm erdhi para 13 minutave. Unë e ndëgjova live këtë lajm në Sky News-in anglez. Domethënë po, kjo është e vërtet, deklaratat e Trumpit po sa dulën, domethënë, mirë po në atë aspektin e sigurisë globale, tash po e them që një vatër krize tjetër u qel në aspektin e sigurisë, domethënë këtu po flasim për Iranin, që është një problem i kahershëm, dhe gjatë konsultimeve të mia me mikun tim, domethënë në Bilalin, që mos më ju përzi asnjë mënyrë në gjeopolitik, i diskutojmë dhe po, si që tha ka qenë e pritur. Por në atë aspektin e sigurisë po, një val e re po qelet domethënë në botë dhe është një problem. Praktikisht ky problem mund të themi që lindja e mesme është e largët nga Republika e Kosovës, por problemi i sigurisë globale është problemi të gjithëve, duke pas parasysh që ne edhe kemi problem në Evropë dhe në këtë Evropë vetëm njëra palë, si për shembull pala e Rusisë ka humbur 1 milion njerëz, por edhe pala tjetër ka humbur shumë njerëz. Pra vatrat e krizave regionale që po ndodhin momentalisht në botë po e rrezikojnë ose po e sfidojnë në një mënyrë atë sigurinë globale. Deklarata e fundit e presidentit Trump para 11 minutave kur tha ekziston edhe një shpresë e vetme ose e fundit për një qasje diplomatike, pra që do të ndërpret dhe pastaj të fillojmë. Unë shpresoj që do të ndërprejnë, domethënë sulmet dhe të fillojë diçka, sepse ajo siguria globale po ndikon gjithka, geopolitika, si që thatë edhe ju në fillim të emisionit, nuk po të ndryshon ty mos si në vitin 2024, nuk ka asgjë të përbashkët këtë aspekti sigurisë me vitin 2024 duke krahasuar me vitin 2025. Çdo ditë ne po marrim lajme në aspektin e sigurisë, është tepër e vështirë ta krijosh një analizë të vetme dhe ta marrësh si të gatshme sepse netrit po vjen edhe më e rënda, mirë po mundohemi ta përcjellim hapur sa më shumë, kurse në atë aspektin e sigurisë sa i përket Republikës Kosovës dhe Ballkanit, dihen se ku janë problemet tona, nuk kemi të involvuar në atë pjesë atje, jemi me fat, domethënë jemi shumë popull me fat që e kemi NATO-n këtu, po mundohemi të kemi qasje dhe të kapim atë hapin e sigurisë me shpresën që gjithmonë ky vend do ta konstituojë një parlament ose një qeveri, çfarë do lloji qoftaj, vetëm qetë stabile, sepse ne duhet jemi në këto vallën e sigurisë, duhet ta nxojmë hapin
dhe nuk duhet sa për fund të jemi asnjë hap mbrapa, sepse këtë nuk na e falin, domethënë askush ne duhet jemi të konsoliduar që t'ju dalim ball problemeve ose sfidave që po i përballon e gjithë bota dhe jo vetëm na. Nuk jemi vetëm ne, e gjithë bota është duke tentuar që t'i përballoj sfidat që po vijnë rreshtazi një nga një. Dashefsi, a duhet që Kosova, po edhe Shqipëria në këtë rast, të mbajnë një qëndrim zyrtar, duke pas parasysh aleancën që kanë me SBA? Definitivisht se qëndrimi zyrtar i Shqipërisë vetë sa ka ardhur. Nëse keni dëgjuar komentin e zavendës ministrës së mbrojtjes, komenti i saj ka qenë një pasqyrë qartë për të gjithë instancat e sigurisë, për të gjithë qeveritë në Republikën e Kosovës dhe posaçërisht për popullin e Kosovës, kur ka thënë se ne jemi duke lëvuar gjithandej për Republikën e Kosovës. Republika e Kosovës është prioriteti i parë kur ne përmendin sikurse në aleancë, sikurse në mbrojtje. Çka do të thotë ajo? Zavendës ministra e mbrojtjes ka pas thotë sipas mendimit gjithmonë, dhe unë po shpresoj që nuk jam gabim sepse e kam dëgjuar vetë se çka ka thënë, domethënë po e përcjell hapin së bashku me Republikën e Kosovës, defender është kam bëhet, jemi në atë fazën e historisë sa i përket shteteve të Ballkanit, sepse nuk ju ka jep në aspektin e mbrojtjes as kujt ky privilegj kaq i mirë, por po, Shqipëria dhe Kosova unë mendoj që në aspektin e mbrojtjes dhe sigurisë po koordinohen dhe fakti patjetërsueshëm dhe i pakontestueshëm është deklarata e pardjeshme e zavendës ministrit të mbrojtjes, ku e përmendi edhe ministrin e mbrojtjes, por e përmendi politikën e jashtme, por e përmendi edhe kryeministrin, që të gjithë së bashku si ekip po lobojnë dhe po i rinë gati aspekteve të sigurisë dhe mbrojtjes për të dy vendet, dhe kjo është një lajm i mirë, mendoj unë, për Republikën e Kosovës në aspektin e sigurisë dhe mbrojtjes. Po, ndërkohë, Bilali, përmendëm pak edhe Rusinë dhe Kinën, megjithatë, si do t'i tërheq, në fakt do t'i tërheq edhe shtetet e tjera ky sulm dhe si do t'a shfrytëzojnë pasaj Kina dhe Rusia këtë sulm? Po në drejtën ndërkombëtare, kinezët vetëm janë gatshëm për Tajvanin, mund në farë mënyrë të jetë në farë lloj rimbursimi për ta që kështu fjalorin bankar. Por problematika qëndron dikun tjetër. Thom drejtën, respekte për Dashevcis, është person që një sigurin jashtëzakonisht mirë, por mendoj që në geopolitik këto raste shfrytëzohen për adutet veta. Dhe tash edhe sidomos rusët në vijën e frontit tentojnë, ose në bombardimet, që janë jashtëzakonisht ashpa çdo mbrëmje, nga mesnata dikun fillojnë më tepër. Por kinezët me Iranin kanë një partneritet, thash edhe më herët, strategjik. Elektronika e tyre, apo mund të them mikroelektronika e tyre, që është jashtëzakonisht e klasit 1, nuk besoj që ka shkuar komplet në Iran. Dhe kjo tregon brishësinë e situatës. Të ndalim pak të deklarata e nëse bijem Netanyahut para 2 dite, që nuk do të bijem, po citoj, citati i tij është: do të bien edhe shumë pjesë tjera të botës. E ka fjalën këtu për perëndimin. Se zakonisht Izraeli, thon drejtën, që nga themelimi mbahet me ndihmën e perëndimore, kryesisht amerikanëve. Vitet e para kanë qenë francezë ata që kanë ndihmuar më shumë, por nga vitet e fundit 70-ta, mund të them kështu atë marrjen atij djepit me rujt si fëmijën janë amerikanë. Kemi një që lidhet edhe me sigurinë në Ballkan, sepse përmenden shpesh fazat e zhvendosjes të popullsisë, qoftë njërës apo palës tjetër, ku do të jetë ai terren. Mendoj që Izraeli ka bërë gabim, është një libër jashtëzakonisht tash, kam pas ta lexoj rreth luftrave të Pentagonit, një autor jashtëzakonisht brillant amerikan, që Iranin mund të goditet dhe të ndalohet për 3 vite. Sepse mendjen dhe diturinë e një populli nuk mund ta goditsh. Iranian, thom drejtën, si persian, kanë traditë të lartë, kanë dietar të mëdhenj. Bilisot 2 shkencëtarë të fizikës atomike janë goditur, janë vrarë. Pos 3 generalë. Ai ushtrisë dhe i gardës republikane islamike të Iranit. Hamnej me herë
Vahid Ahmed. Ky person është që Izraeli akuzon për eksplozivin në qendrën kulturore në vitin 1994 në Argjentinë. Mu këtë tash i krahet ekstrem, ka orë shef i gardës kombëtare, unë fali republikani. Dhe kjo të regon që kemi një përshkallëzim jashtëzakonisht të madh. Mendoj që Irani për kapacitetet që ka shef 200 avion izraelit dhe 300 goditje. Kryesisht përdorimi ka qenë ajrlora i bombës, mund të them jashtëzakonisht me kapacitete. Por atë 800 metrëshin në tokë, në malet e Zorogut, të pjesës kurde, që kur të ka dikon një 8 milion në pjesën veri perëndimore, kur është goditur, është problem. 800 metra është në dhejtë. Këtë ka thë Rafael Gross, krevi Agjencisë Atomike. Që do thotë është problem të goditet këtë shkatruat. Por shumë pika dhe shumë qytete, sidomos ato ku gjendet edhe raketet balistike, si pas IDF-it, sepse mund të thëmë pra një jave ka qenë informata Ismail Katabaj, shefi Ministri Inteligencës Iraniane, që ka do kemi mbledh materiale jashtëzakonisht të vlefshëm në Sorak. Soraku është një pjesë ku është bëhet qendra e studime me bërthamore. Por Mossadi është kundërpërgjigje shumë interesant, që kemi dhënë dokumente të falsifikuara. Ky është ai informim dhe kundërinformim, kundërzbulim. Dhe tash në këtë aspekt mendoj që kemi një mund të them labirnith që nganjëherë njeriu mendon që nuk mund dilet. Unë besoj që kinezët kanë dhënë një deklaratë zyrtare e Ministrisë së Jashtme, ku ka kërkuar që të ndalet dhe thyrja rregullave ndërkombëtare. Ma tepër jo, nga se e din që problemin kinezët e kanë ndopaqësor me Amerikanë dhe nuk i futin hund të Irani. Irani fatkeqësisht mund të jetë tokë e livruar. Mund të jetë. Por unë besoj që është një dakordancë. As Arabia Saudite, as Turqia nuk kanë dëshirë që Irani të jetë fuqia regionale. Turqë kanë dëshirë të jenë ata fuqi regionale, po ashtu Arabia Saudite. Dhe kështu e kem kundërthonje të shumta. Por ajo që ka ndodhur në mëngjesin e sotshëm dhe që do të vazhdoj, IDF-i, u fali një zyrtar izraelit, sipas Kanal 12, kanal i Tel Avivit, medium i cili përsjell arret që është një medium tjetër i cili është i balancuar. Ka thënë që 2 javë ditë do të ketë bombardime. 2 javë ditë do të vazhdoj kjo situatë. Por 2 javë ditë, ta zonë ditje 300 hedhjet raketa dhe bombave, ai shtet si mund të ekzistojë është pikpyetje e madhe. Po, ndërkohë zotri Dashefsi e përmendi edhe çështjen e emigrimit pak zotri Bilali, megjithatë si pritet që të ndikojë ky konflikt i gjerë pastaj në lindjen e mesme, si do të ndikojë në vendet e vogla të Evropës juglindore edhe me emigrantët dhe gjithë tjerat? Po praktikisht ne jemi në rajonin e Ballkanit dhe jemi një shtet i vogël dhe me ato kapacitetet në aspektin e sigurisë, mendoj që po ju përgjigjemi aleatit tonë të përjetshëm, domethënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe po jemi në koordinim, bashkëveprim dhe bashkëpunim me ta. Si përgjigje ka qenë, domethënë është një përgjigje simbolike, sepse kemi kapacitetet e vogla si shtet, ku do t'i pranojmë domethënë 50 emigrantë që na i ka kërkuar të ndihmojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jemi përgjigjur pozitivisht në immediate effect që thojnë, domethënë me njerë të netërmën, sepse po përgjigjemi me ato kapacitetet tona. Sa do të ndikoj kjo? Përgjigje ndaj pyetjes tuaje, domethënë ne jemi në atë bashkëpunimin, bashkëveprimin dhe koordinimin, sepse do të nënshkruhet tash në ditët e radhës një marrëveshje tepër e rëndësishme në aspektin e sigurisë dhe mbrojtjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Republikës Kosovës. Por ajo çka duhet ne të bëjmë, ne duhet të jemi proaktiv. Besoj që zotëri Bilali do të pajtohet kur po them proaktiv, sepse gjërat po ndryshojnë dhe ky është ekspert i mirë, tepër i mirë i gjeopolitikës, shpesh konsultohem me të dhe mësoj nga ai dhe shpresoj që po pajtohet kur po them se na duhet të jemi proaktiv, na duhet të kemi këtë parlament që po e përmendim çdo ditë ose qeveri, sepse ne duhet të përcjellim këtë vallet sigurisë që mos ndikoj asgjë, por në atë aspektin e sigurisë ose të mbrojtjes
jemi në atë ombrellën e NATO-s, jemi në atë ombrellën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe pse nuk jemi NATO, normal këto janë sfidat sigurisë, normal kjo është normale, nuk ka këtu panik asgjë, sepse të gjithë përgatiten dhe janë masa preventive, kurse ai fati ynë është që edhe reaguesin e dytë dhe reaguesin e tretë e kemi këtu, por ja që ne duhet jemi proaktiv, duhet cilemi si shtet, sepse kemi organet sigurisë të kompletuara me kapacitetet plota në veprim, por këtu ndikon edhe diplomacia jonë, këtu ndikon edhe politika jonë, sepse proaktivitetin nuk mund të arritsh ti kur je diçka në detyrë, ti duhesh ta krijosh një qeveri dhe parlament stabil dhe ti shkojsh problemeve përpara ose çdo barierë që del ty përpara të konsultohesh me miqtë tu ndërkombëtar, sepse ke mjaft, andaj mos e humb shansën. Kjo është ajo përgjigjja ime shumë e thjeshtë, sepse gjanat janë shumë të thjeshta te ne, vetëm se ne duhet dakortohemi mes veti së pari dhe jo ta presim palën e tretë që të na dakortoj, sepse sfidat sigurisë janë këtu. Këtu preket siguria nacionale. Po, ndërkohë, Dashevci e përmendi zotri Bilali që 2 javë pritet të ketë sulme të tilla, apo shkojmë drejt një lufte të drejt për drejt mes Izraelit dhe Iranit? U përmend ajo, e ndëgjova domethënë edhe vetë në 2 kanale të ndërkombëtare që u përmend ajo. Mirë po mu po mbetet ajo shpresa, ajo doza optimistit, sepse një njeriu duhet ta ketë një dozë ose një shpresë dikund. Njeriu duhet të mbahet me një shpresë dikund. Deklarata e fundit e Trumpit që ke para 2-13 minutave, nëse e ndëgjuat ose e lexuat kur tha do të mundohem që t'i jepet edhe një shansë, domethënë diplomacisë, sepse këtu po paraqitet një problem siç e paraqiti elaborimin edhe i nderuari, po flasim për një Iran, po aja gjithmonë ka tentuar që të dominoj atje në lindjen e mesme në geopolitike, tha zotriu Bilali, por edhe në aspektin e sigurisë, dihet me Hezbollahu në Liban dhe gjithandej ku ka pas qasje në Siri, shembull konkret. Mirë po ne si Ballkan ose shtetet Ballkanit këtu, duke pas parasysh se çfarë gace nxehet është Ballkani, duke pas parasysh se çfarë lufte hibride ne jemi të ballavaquar ditë për ditë, andaj ne duhet jemi edhe të parapregaditur. Askush nuk po thotë që ka këtu panik, gjithmonë ne kam refuzuar që do të ketë ndonjë sulm frontal prej atyre që na dojnë të keqen, sepse i kam përmendur edhe faktet që janë reaguar si dytë dhe i tretë këtu, jemi në përkujdesje të SHBA-s, jemi në Defender, është një bataljon i tërë këtu, është forcuar ushtria jonë te i mase, gjithçka ka ndryshuar Republikën e Kosovës pe viteve të 90-ta, por ti përgatitur në aspektin e sigurisë, sepse siguria nuk është gjithçka në jetë, por pa siguri ti asgjë. Më falë Blend, pasi dua ta liroj zotrin Dashevci, në ka bërë me dije që në orën 1 ka disa obligime. Të falenderoj shumë për minutat që qëndrove me ne dhe të mirëpresim çdo herë. Ju faleminderes juve dhe pata nder privilegj të jem me mikun tim Lutfiun dhe i dëshiroj suksese edhe atij edhe juve në emision. Faleminderit shumë zotri Dashevci, ndërkaq ne këtu bisedën vazhdojmë në studio me zotrin Bilali. Të kthehemi edhe një herë pak Dorontina e preki pak më herët dhe pa marrim një përgjigje sa i përket direkt me një herë pas këtij sulmi, filloi të u raportua për ngritjen e çmimit të naftës. Çfarë pasoja në tërësi mund të ketë, ndoshta edhe për ekonominë globale në rast se rritet edhe përfshirë gjithë rajonin këtë mes? Shifni, Garda Kombëtare Republikane Islamike e Iranit nga Bregdeti dhe nga xhiri i Golfit i ka të pozicionuara raketat me çoçe të shkurta, me rrezet të shkurta veprimi, që goditet rafinerit edhe në vendet më të vogla, që nga Kuvajti dhe duke ardhur poshtë Bahrain dhe Katar, por edhe Arabia Saudite. Ato të cilat e mojnë, mund të them, furnizimin me naftë në tregun botror. Po. Dhe Hormuzi mund të jetë goditja që thash ngushtica të cilat kalojnë anijet që transportojnë naftë. Dhe këtu do të jetë ai rreziku që do kem ka qenë lufta vitit 1973 ose Jan Kipuri, lufta Ramazanit për ndryshe, kur ka qenë një sankcionim i Arabisë Saudite dhe ka qenë Evropa perëndimore në atë kohë ka pas një krizë jashtëzakonisht e madhe për shkak të ngritjes së fuqisë së barelës të çmimit të naftës. Dhe kjo ka impakt në ekonominë, mund të them, hajde të kontinentale të Evropës, jo çaq shumë ndoshta të Azisë, por të Evropës po si po. Dikun mund të them edhe të amerikanëve.
Por ekziston problemi përposh aspektit ekonomik. Janë në pyetje aleancat dhe siguria. Thëm drejtën pik kyçe që ka dështu marrëveshja, me se linja e presidentit të Iranit ka qenë për marrëveshje. Por në Iran është ai fundi që vendos ekzekutiv, mund të them, është Ayatollah Ali Khamenei, lideri suprem. 3.67 pasurimi i uraniumit ka qenë pyetje. Dhe këtë Ismail, më të thëmë ministri që thash edhe majerës katibi i inteligencës, ka kërkuar që komplet lidhja mesme të pastrohet nga orë bërthamore, që kryesisht ka pas fjallin për Izraelin. Dhe këtu ka qenë pika kyçe me qense në marrëveshje, u shkërkue Irani, unë falë që po thëmë këtë shpreja kështë, po të zhvoshet. Në aspektin sidomos, gjitha paralajmërimet, kontratat, pagesat, të ketë përmes sfitit të kontrolluara. Sepse Irani dihet që ka proksin që ndihmon edhe në Irak, i ka met edhe në Yemen Huthit. Çfarë efekti ka? Mendoj që kjo tregon shenjë destabilitetin në raport ndërkombëtar, marrëdhënie ndërkombëtare. Tash mund të goditet çdo shtet dhe mund të aneksohet nga fuqia e një pale. E dyta krijon balanca të tilla që dashte pa dashtë BRICS, se goditja këtu është e perëndimorëve ndaj BRICS-it. BRICS është fuqia organizata e vendeve, të cilat me Kinën, Rusin, Kina i prin kryesisht, të goditet, por krijohet një aleancë Rusi, Korea e Veriut, Kinë dhe Iran. Gjeopolitika botërore dhe rendi botëror mund të merr kaje tjetër. Tu është rreziku. Pra, të gjitha këto kundër Izraelit dhe Perëndimit. Të them drejtën, shef, po dal pak piteme, më fal. Vetëm mos të zgjerohemi shumë pastaj. Ne si do të reagojmë? E kam fjalën, nuk pajtoj as me qeverinë shqiptare, as të Kosovës, ku nuk ka pas reagim për atë që po ndodh në Gaza. O çështje humane. Ja shëdopsi. Rreth Iranit duhet kem kujdes. Sepse ne jem, më të them, në atë boshtin e asaj që njihet, ai ta quaj kështu komplet në grupimin amerikan. Dhe do thotë ne jemi këti balans, të ketë ndërprerje të luftimeve, mirë po kuptohet që via zyrtare e politikës shqiptare në Shqipëri dhe në Kosovë është në vijën amerikane. Dhe tash është mira o keq është muhabet tjetër, për rastin po them fjalë, mirë po ne do të mbajmë këtë vijën e cila zyrtarisht, me qenë se edhe nuk na dëgjojnë neve dhe më thonë çka dush, se vija zyrtare e shtetit do jetë atill që do thotë, por është edhe pozitive, më them. Te Gaza nuk pajtoj. Të kthehem prapë te tema çfarë. Këto Bilali, çish duhet me reagu qeveria e Kosovës, po edhe Shqipërisë në këtë rast? Për sulmin në Izrael-Iran. A duhet duhet jetë një tonë që duhet ketë dhe të kërkohet që të arrit një vetëpërmbajtje, të kem, në mënyrë diplomatike duhet të ketë një reagim. Se ne jem, mund të them, megjithatë duhet të ketë një reagim zyrtar. Po ka edhe një reagim, Shqipëria mund ta ketë, besoj qeveria detyrë e Kosovës duhet ta lëshojë një reagim që kërkon vetëpërmbajtje dhe mos të eskaloj situata, do thotë një fjalor diplomatik, po fundi fundit nuk jem ne ata që e pleshtojmë këtë punë se kush ka drejt e kush s'ka drejt. Sepse dihet, mund të them drejtën, ne jemi, po them, në kupollën e tillë. Dhe ne duhet të mbajmë qëndrimin mirë. Vija duhet jetë kështu. Po që sa ka politikë mençur, jem me vijën e Unionit Evropian. Reagimet e Unionit Evropian ose të Amerikanëve janë ajo që ne futemi në atë lokomotivë. Do thotë, besoj që kjo do të ishte ajo zgjedhja më e mirë, sepse ne nuk e kemi as kaqikun, mund të them, potencialin as të fuqisë, as teknologjisë, as të armatimit, ose nuk jemi ajo fuqia që ne varet ose që ata që vendosëm se ku bëhen ato peshë të botës. Por mendoj që në këtë situatë jemi në një situatë të rëndë, ku mendoj që nuk është krejt se ka për shembull deklarime ndryshme, neve nuk na intereson, po jo është se ne nuk, bile thon vija ajrore nuk jemi edhe as larg. Ka konotacione, pastaj çështja e migrantëve, ku ka luftë vinë migrant. Perëndimorët kërkojnë që baza vend pritje të jenë vendet e Ballkanit perëndimor. Po, dhe se kanë kërkuar, Trumpi dhe se kanë kërkuar. Prish edhe balancet vinë, mund të them. A është e gatshme Kosova që të pres? Jo, nuk është e gatshme, ka kapacitete gjeografike, mund të them edhe territor, por edhe kapacitete financiare
që në strehimorët parazilant ose të Megjithatë, a mund ta refuzoj një kërkesë të SBA-ve siç edhe ka thënë ka qenë simbolike 50 që 50 i marrë, person, po. Mirë, po duhet të kem kujdes, kush janë ata? A janë Ameriko Latin, a janë aziatik, apo nga janë afrikan? Po i nënshtrohet paraprakisht një lloj selektimi. Po dhe kasrati, edhe po që se jenë, ku do qoftë është një numër i vogël simbolik. O shaj e mirë, o raport i mirë, partneriteti, do shta dhe individi mendon edhe kryeministrin detyrë që i relakson raportet. Por unë mendoj që kush do qoftë, në raport me Amerikanë kjo shifër simbolike tregon shumë. Biri ka qenë falenderim duke dhe Departamentit Amerikan të Shtetit. Mirë, po për ma tepër, po që se ne krijojmë vend strehim nga Anglia, Britania Madhe që kërkon. Se përpos Italisë, Shqipëria ka bu një marrëveshje me Melonin, Roma, mirë po më duket nuk ka ecë mirë, po është frika që starmerit të Roma i ka thënë jo. Vizitën e fundit, në takimin e organizuar, ka thënë jo. Dhe mendoj që ne kështu ashtu e kemi humbur balancin për shkak të migrimit të njerëzve tanë. Dhe po që se ne bom qendër ku vinë migrant këtu dhe disproporcioni i popullatës lohatët, atëherë në të ardhmen mund të jemi në rrezik. Dhe kjo mendoj që është duhet politika jonë nuk duhet në bazë shtetet tjera të Ballkanit Perëndimor kanë refuzuar. Pse kanë pas pak më shumë këtu. E kam fjalën po që se vim te numrat që janë në shifra me volume më të mëdha, atëherë duhet kemi kujdes, sepse t'ju them drejtën, në Kosovë kemi mos tham 150 shtëpia që nuk bën askush. Dhe kjo është e rrezikshme që dikush dëshiron oazë të migracionit dhe vendstrehim të problematikave që kanë vendet e ndryshme me na i prunë Kosovë. Dhe në këtë drejtim duhet të kem kujdes. Te Amerikanë 50 që është okej, po mendoj që numrat tjerë duhet të kem kujdes. E qartë. Po. Ndërkohë, përveç kësaj teme, pra që ndodhen këto sulme gjatë orëve të para të mëngjesit, kemi pasur edhe një zhvillim tjetër, zotri Bilali, sa i përket edhe Ukrainës dhe Kosovës, për shkak se Kosova nuk po merr pjesë apo nuk është ftuar, të them më mirë, nga Ukraina në samitin që po mbahet atje Ukrainë Evropë Juglindore. Si keni pa këtë? Është takimi 4, mund të them, Ukrainë është kriju, mund të them, këto biseda, këto tryeza dhe takime me qëllim që Ukraina të ketë mbështetjen e vendeve të Evropës Juglindore, këtë rast edhe të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Është jashtëzakonisht skandaloze që Kosova nuk ka marrë pjesë. Mund të them drejtën, edhe mikpritësi ka faj. Takimi i parë u bë në 2023 në Athinë, pastaj në Tiranë, Dubrovnik, 2024 në fund, në shkurt në Shqipëri, në Tiranë, ka qenë ai takim. Dhe tashti në Odesa, besoj që një faj e ka edhe diplomacia shqiptare. Pse? Spiropoli ka qenë ka përfaqësuar Shqipërinë, kryetare e Parlamentit, Maqedonin Izet Mexhiti, zëvendës kryeministri, sepse ky është nivel që marrin pjesë president, kryeministri dhe kryetari i Parlamentit. Të tri hierarki mund ta dërgojnë përfaqësuesin e tyre. E pse? Shqipëria do shkom ngulë, sidomos me ambasadën ukrainase në Tiranë, kur është bërë agenda, është dashur të kërkojë që është Kosova tu, është thirrur. Sepse dikush mund të thotë Ukraina nuk e ka njohur Kosovën. Po megjithatë po kërkon mbështetje ndërkombëtare prej të gjitha shteteve. As Greqia se ka njohur kur mbaj takimi i parë. Por e ka ftuar. Greqia nuk e njeh Kosovën, me 4 vende të tjera të Unionit Evropian. Dhe këtu është ajo dilema që politika shqiptare nuk ka qenë këmbgulse, që Kosova duhet të jetë. Dhe anashkalimi i Kosovës neve mund të na kushtojë, meqense e di që kanë probleme dhe hallat e veta ukrainasit. Mirë, po në Odesa të mos thirrët Kosova është një handicap edhe për zhvillime demokratike, diplomatike, për interesin tonë. Dhe mendoj që po që se mësohet kjo rrugë si soja, atëherë ndonjë vend tjetër mund të kërkojë vendet e tilla mos ta thret Kosovën. Por pra po them që vaj edhe të mikpritësi të Ukraina në këtë rast, por është edhe të diplomacia Shqipërisë, që duhet të jetë këmbgulse bilin në radha tjera, mos pranoj të shkoj pa Kosovën. Dhe ky mund të jetë një tandem, se fundi vune ka oblikim, them drejtën, se jemi dy shtete që ta quhet shqiptare fundi funit, se nuk është diçka jo legale, mos ta them kështu. Ne I respektojmë pakicat, por do thot popullsia 93% është shqiptare në Kosovë. Dhe ky shtet, këtu dy shtete motra mes vete,
po ka legjini femrore, të janë që duhet të dhënë për krahun nëna tjetër, dhe ta konsolidojnë diplomacinë, sepse Spiropali ka qenë njoftune me kohë për agjendën. Dhe u doshte intervenojë ambasada e Ukrainës në Tiranë. Dhe të kërkojmë me kongullje që Kosova duhet të jetë prezente. Dhe mendoj që kjo Po është pse se ka bërë këtë? Po i them drejtën, Shqipëria ndonjëherë e msher njënin në sy, ndoshta për interesa veta, me që se s'ka pas aty në fan interesi, një takim formal, them drejtën. Jo që i ndihmon edhe shumë Ukrainës, po shpreh një solidaritet. Por ndoshta ka shif, ne me hire thojmë kështu, ndoshta s'ka qenë e vëmendshme. Për ma but. Për ndryshën kanalet në raportet e qeverisë Kosovës me Shqipërisë, kjo çështje u dashur të sqaru dhe mu kërkua që Shqipëria bile radhë tjera të jetë këmbgulse. Po që se mësohemi në këtë formë, Kosova të na shkalohet, atëherë mund të merr shembull edhe ndonjë shtet tjetër, për shembull Slovakia, bani takim dhe thotë po, as Ukraina nuk e ftoi Kosovën. Aja nuk e njeh zyrtarisht, po nuk kemi njohje me Slovakinë. Dhe për këtë po them, duhet jetë koordinimi i diplomacisë edhe të Kosovës edhe Shqipërisë, që këtë Shqipëria ka pas këtë mundësi, unë nuk pelo komplet fajnë të Shqipëria, po e ka hisën e fajnë. Por mikpritësi është ai i cili mund të them drejtën, sepse ato 3 takimet e mëparshme Kosova ka qenë edhe në Dubrovnik, edhe në Tiranë, edhe në Athinë. Athina ka qenë më herët, do thotë, po si na renditjes. Do thotë është me interes për interesin dhe diplomacinë tonë, mund të them që disa raste vëbekt të kemi zonën tonë të ngritur dhe të bashkëpunues me qeverinë shqiptare. Po. Megjithatë ne pam se i pranishëm në këtë summit ishte presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Sa ironike ndoshta apo kontradiktore mundet me qenë tërë kjo situatë kur një vend si Ukraina, e cila kërkon njohje të plotë territoriale edhe sovranitet, përjashton një vend tjetër i cili ndodhet pak a shumë në situata të ngjashme. Vučić ka shfrytzuar këtë rast në drejtën, ai në ngushtë 1991 është Ukraina do të bën ndarjen nga Bashkimi Sovjetik. Është data do të themelimit të shtetit të tyre dhe pavarësisë e tyre. Dhe Vučić ka përmend që ne pranojmë dhe përkrahojmë kufit e Ukrainës, këtë ka bërë taktikisht dhe dihet që nuk e ka çështjen që ai zemrën mund të jetë rus, pa e di që de facto ku caktohen kufit nuk, pastaj vijat e kufirit nuk vendos Vučići. Dhe ka refuzuar të nënshkruajë deklaratën që dënohet agresioni rus në Ukrainë. Do thotë në zemër të Odesës, kur thonë realisht ka bombardime çdo natë, meqense takimet e tilla mirën vesh edhe me palën kundërshtare që mos ketë goditje në ato objekte. Vučići e ka përdorur. Dhe do këtë personi më i gëzuar ka qenë që nuk ka pas përkrah delegacionin e Kosovës ato. Dhe ky shantazhim i tij në diplomacinë e jashtme, i cili mendoj që ka përdorur një strategji jashtëzakonisht interesante. Tenton çdo kënd të paraqitet dashamirës edhe i asaj që quhet natë që ka furnizuar Ukrainën me armatim, 20-30 kompani tyre që prodhojnë arme, pej granatave, raketave të ndryshme dhe municioneve kanë dërguar përmes vendeve të treta. Dhe në anën tjetër ka një korrespondencë me Moskën. Por këto ja zbuloi sferi rus, shërbimi për operacione jashtë, i cili ka tërhequr vërejtjen dhe nuk mendoj që Vučići është në stabilitet, sa i përket kësaj vije. Meqense perëndimi tenton dhe mendon ende. Për ata në Serbi protestat ende nuk e kanë atë efektin e vetë. Dhe mendoj që politika e tij në diplomaci kryesisht që 70% të tërë kapaciteteve të diplomacisë serbe merren me çështjet e Kosovës. Dhe ku munden këto gjona do të shfrytëzojnë rastin dhe në këtë drejtim mendoj që Vučići e luni kartë, mund të them, të një njeriu që në momente të caktuara duket që është i paralizuar, por në disa momente i ka disa efekte. Ndërkohë, Bilali, si shek televizje të Ukrainës, duke qenë se merr një mbështetje të madhe, ka marrur në fakt një mbështetje të madhe nga Kosova, e në anën tjetër nuk e fton, apo e bën këtë për t'i mbajtur mirë marrëdhëniet me Serbinë? Ambasadori Ukrainas në Beograd ka deklaruar që ne nuk e njohim Kosovën. Nuk ka thënë kurrë,
por ne Kosovën nuk e njohëm. Është interesuar, mund të thënë drejtën, që nga invazioni për Rusë në Ukrainë, në Krime, dëshiron që këtë vit ta ruajë, nga se ata mendojnë që po që se njohin Kosovën, atëherë ndërkombëtarisht mund të jetë një argument i fortë për të ikur Krimeja, në aspektin logal ndërkombëtar, kam fjalën. Dhe në këtë drejtim mendoj që meqense thon drejtën Ukraina nuk ka pas, meqense njerëz nuk e kuptojnë që kur ka qenë Janukoviçi president para gjatë revolucionit 2004 të portokallisë dhe luftës në Maqedoni, Ukraina ka furnizuar Maqedoninë në luftën kundër QK-s. Ushtrisë shqiptare kombëtare në Maqedoni. Dhe ka pas edhe furnizime me helikopter, me tanka dhe me municione. Por lider ka qenë lideri pro-rus, Janukoviç. Dhe mendoj që tradicionalisht, po që se shiqojmë këtë histori, nuk na del fort miqësore në raport me ne. E kam fjalën, ke pas edhe kontingjente të vullnetarëve rus në gjatë luftës në Kosovë, Ukrainas, kanë mund të jenë rus të Ukrainës, por Ukrainas kanë qenë edhe në vijat e frontit edhe në Koshar. Por megjithatë Bilali, është një situatë ku Ukraina mundohet sa më shumë të gjejë mbështetjen e të gjitha shteteve. Dhe në këtë rast ka marrë mbështetjen e Kosovës dhe nuk e fton në një summit ku do të mund të aftonte, siç ka bërë më herët edhe Greqia, që nuk e njeh Kosovën. Kosova ku ka pas mundësi në kaqikun e vet, ka denoncu, ka përkra, ka marrë një numër të një ekipi të gazetarëve dhe disa refugjat që janë në Kosovë. Ka raporte, mund të them, dhe ka shpreh dëshirë që në mundësitë e veta të furnizoj diçka me Ukrainën, të furnizoj Ukrainën me disa materiale të cilat janë të nevojshme, ndoshta nuk janë të rëndësishme kapacitetet e madh ushtarak, por të japnin ndihmës. Dhe kjo është vullnet i mirë, pastaj në grupin e formatit të Ramsteinit, më herët duket ka qenë edhe general Jashari, ku do thotë ndihmesa në grup për të dhënë ndihmë Ukrainës ose spaku Kosova të jetë në brenda atij grupi për vullnetit mirë. Do thotë ka luajtur një rol pozitiv në mundësitë e veta dhe kjo mund të them që është një shenjë mirë. Ka pas edhe deputet Ukrainas i Radës, Verhovna Radës që quhet, zyrtarisht të Ukrainës, që ka kërkuar, po shko lufte, që Ukraina ta njeh Kosovën. Nuk po them që kjo vija e deputetëve të parlamentit të Ukrainas nesër nuk do ta sjell këtë një lloj rezolute që Ukraina dhe qeveria ukrainase të nesërmen, po që se jetë një Ukrainë në formën të cilën ne mendojmë që do të jetë unike, që nuk e besoj shumë, por mendoj që njohja e Kosovës mund të vjen në hapa të ardhshëm. Kosova ka qenë shumë në mirësjellje dhe në aktivitete të ndryshme, evente të ndryshme, ka organizuar në përkraje të Ukrainës. Ka qenë mundësia jonë, nuk kemi pas mundësi ta furnizojmë me taurusa Ukrainën. Ndërkohë, Bilali, si do të shihet kjo mos ftesë e Kosovës tek ndërkombëtarët që janë aleat të Kosovës? Në shef ndërkombëtarët, unë e kuptoj këtë proces, po njerëz duhet të harrojmë. Ndërkombëtarët janë më shumë problematika të veta. Evropianët kanë shumë probleme, amerikanët kanë shumë probleme. Nuk bojnë për një event të tillë presion Zelenskit, aq më pak evropian, pse nuk e keni ftuar Kosovën. Sepse po them, krizat ndryshme dhe ngjarje ndryshme në botë nuk fokusohen në këtë takim, për rreth takimi. Mendoj që Kosova duhet të insistojë në për kanale të ndryshme, që nga Shqipëria, pastaj vendet aleate, pse jo edhe nga Turqia, pastaj nga Gjermania, kërkojnë që mos të krijohen kësi precedente të tilla që Kosova mos të ftohet në eventet e tilla. Dhe besoj që ky presion mund të arrihet gjatë biseda bilaterale apo kontakteve që thon drejtën neve po na mungojnë. Ndërkohë, si mund të shihet pjesëmarrja e fuqishit atje nga Rusia, duke qenë se ka qenë e butë Serbia ndaj Rusisë në këtë agresion? Tri kujti është interesant. Ai përkroi integritetin territorial për arsye politike të Ukrainës, ndërsa nuk shkruan deklaratën që ka të bëjë, por gjitha vendet pjesëmarrëse ky tërhiqet dhe nuk shkruan deklaratën që dënon agresionin rus. Tash ky mendon që diçka të krijojë një simpati atje ose të shkojë një fjalë Kremlinit që këtë rezistencë e bani, por them drejtën Serbia gjendet në pozicionin e tillë edhe me probleme të brendshme, por në politikën e jashtme dëshiron që me kokë të jetë në Moskë, me trup në Evropë. Si do të jetë kjo
ky variant ose ky modus i zgjedhur i tyre do shumë, por mendoj që Vučići i ka harxuar kartat sa i përket përkrojës pa kusht të Moskës, me qenë se Lavrovi ka dhënë një deklaratë mbështetëse për Serbinë, sidomos rreth Kosovës, ku e thot atë citatin miliarda po investohen në armatimin e Kosovës dhe ne do të përkrojmë Serbinë. Nuk do të lejojmë që Serbia do të shkatërrohet, kështu diçka ka qenë deklaratë e tij. Pra prust për shkak të interesave gjeopolitike, kuptohet që Serbinë e kanë adutin kryesor në këtë pjesë të Ballkanit dhe ata koketojnë. Por përkrojën si individ Vučićit nuk e mendoj që është e plot 100%. Po. Ndërkohë, flasim pak edhe për summitin në përgjithësi. Çfarë sinjalizon ky summit në pozicionimin pasaj të shteteve po flas për shtetet e Ballkanit Perëndimor, por edhe të gjithë Evropës Juglindore, në pozicionimin në luftën mes Rusisë dhe Ukrainës? A i bie që të gjitha shtetet që kanë marrë pjesë aty janë përkrahëse të Ukrainës në këtë rast? Me qenë se edhe Serbia po merr pjesë. Serbia Vučići ka dhënë një fjali që ne marrëm përsi për ndërtimin e një qyteti ose 2 qyteteve pas mbarimit të luftës. Që nuk e besoj. Ma tepër është një lloj kështu marketingu dhe shitje. Sepse ata mund të investojnë diçka pas përfundimit të luftës, po nuk besoj një qytet të tërë, se s'ka kapacitet edhe ekonomi Serbia ndërtoj qytete dikuj. Besoj. Por edhe shtetet tjera kanë marrë angazhime që ta ndihmojnë Ukrainën, sidomos në aspektin logjistik, ndihma financiare dhe atë rindërtimit. Secila pjesë do merr dhe kuptohet në mënyrën më tash për ka ndënuar agresionin rus mbi Ukrainë. Dhe kjo është një përkrahje formale, por gjendjen e terren nuk e ndryshon, them drejtën. Sepse kemi bëjmë me një ari të rrezikshëm, ariun siberian, i cili në terren nuk pyet shumë çka thot Penkovići, Kroacisë apo një lider i një vendit të vogël. Mendoj që është përkrahje dhe pikat të cilat në nënshkrimi i asaj deklarate ka të bëjë krejt me fokusin e aspektit ekonomik pas luftës, rindërtimit, por edhe përkrahjen morale që Ukraina dhe përkrahet integritetit territorial i saj, që ata besoj që e din vetë, por një shtytje është një moral, një vetbesim për Ukrainën dhe forcat ukrainase që në Evropë Ukraina ka miq dhe ka aleat. Ka herë këta aleat mund të jenë ata që të shtyjnë në diçka që tani edhe nuk dilet, por mendoj që kemi një situatë të tillë e cila besoj që Ukraina tash momentalisht gjatet situata edhe më vështirë, sepse fokusi është diku tjetër. Sepse them drejtën, ajo që po ndodh me Iranin mund të ka përcej limitet e rrezikut të një lufte me përmosas, po them luftës së tretë botërore, po afër aty diku. Qartë. Virali, të falenderoj shumë që ishe sot me neve. Kënaqësi çdo herë. Sigurisht do të kemi rastin të bisedojmë edhe herë të tjera për zhvillimet në botë. Ndërkohë, Blend, Po, Donatina, tash është koha të bëjmë një shkputje fare të shkurtër për të rikthyer më pas me rrëfimin e një tjetër mërgjimtari. Kësaj radhe do flasim për dikë i cili në syrin e aparatit të tij ka disa prej figurave më të famshme në botë.